Të nderuar shikues, kudo që jeni dhe na ndiqni, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, me Ola Brukon do të përsillim te ky edicionin qendror informativ, I cili si zakonisht nis me titujt kryesor. Sekuestrohen 3 ton kanabis dhe 13.000 rrënjë bim narkotike kanabis sativa në një magazin në njësinë Bruç të Matit. Policia identifikon autorët të cilët janë shpallur në kërkim në operacionet e forcat speciale nga Tirana, ndërsa mësohet se aksioni është në vijimsi pasi në zonë janë zbuluar disa parcela të mbjella me drogë. Vetëm 2 ditë pas publikimit në News 24 të një video të filmuar nga helikopteri ku dalloheshin parcela të mbjella me kanabis në zonat periferike të Tiranës, policia e shtetit azisoi 2200 bim lëndë narkotike dhe është në kërkim të pronarëve të saj. Prokurori Ardian Braho është pezulluar nga detyra me vendim të krye prokurorit pas dyshimit se është i implikuar në një aferë korrupsioni. Vetë prokurori mohon të ketë lidhje me rishfetin 18.000 euro dhe deklaron se emri i është përdorur. Pas vizitës enigmatike të deputetit Spartak Brau në burgun 302, drejtori i burgjeve urdhron vartësit e tij që asnjë deputet apo funksionar i lartë të mos takojë të dënuarit pa lejen e ministrit të drejtësisë. Demokratët depozituan në kuvend kërkesën me firmat e 28 deputetëve për mbajtjen e një referendumi të përgjithshëm për ndalimin e mbetjeve. Ish kryeministri Berisha reflekton për miratimin e ligjit për importin e mbetjeve në 2011, duke u shprehur se gaboi. Ironizon kryeministrin Rama duke i thënë se vetëm ai është i pariciklueshëm. Athina i cilëson të reme dhe të papranueshme deklaratat e komisionerit Hani, i cili renditi çështjen çame ndër ato që kanë mbetur pezull mes Shqipërisë dhe Greqisë. Kreu i PD-s thotë se deklarata e Ministrisë së Punëve të Jashtme greke është arrogancë e papranueshme dhe groteske. Presidenti Obama deklaroi se Kongresi ka bërë gabim kur rrëzoi veton e tij mbi ligjin që lejon veprime gjyqësore kundër Arabisë Saudite pas sulmeve të 11 shtatorit. Sipas tij, tani kushdo mund të padisë qeverinë amerikane. Ju njohim tani më gjërësisht. Një tjetër magazin e tharjes së drogës zbulohet në Mat. Policia ka sekuestruar 3 tonë e 132 kg kanabis sativa që gjendeshin në këtë magazin ndërtuar posaçërisht kohët e fundit midis fshatit Rukaj dhe Prell në Mat. Magazina me një sipërfaqe prej rreth 400 metrash ishte ndërtuar buz një përroj. Policia ka shpallur në kërkim pronarin e magazinës me inicialet SHL, si dhe një person tjetër me të cilin ai bashkëpunonte, por nuk bëhet i ditur identiteti i tij. Gjatë këtij aksioni u asgjësuan edhe 13.000 rrënjë kanabis të mbjella në disa parcela në fshatrat përreth magazinës. Në aksion morën pjesë forcat speciale nga Tirana. Zbulimi i sasisë së madhe të drogës në Mat ka ardhur pas një aksioni 3 ditor. Vetëm 2 ditë pas publikimit në News 24 të një video të filmuar nga helikopteri ku dukeshin disa parcela të mbjella me kanabis në zonat periferike të Tiranës, është vënë aksion policia e shtetit. Gjatë kontrolleve në zonën e Bizës, blut kanë gjetur dhe azgjësuar 2 parcela të mbjella me 2200 bim kanabis. Sipas policisë, kanabisi i llojit 6 mujor ishte në fazën e fundit të pjekjes. Grupet e kontrollit kanë gjetur në terren vetë qëndrime të rojeve të parcelave me kanabis, megjithatë asnjë prej tyre nuk është mundur të kapet. Policia po vijon aksionin për azgjësimin e parcelave të tjera të mbjella me kanabis në zonë, si dhe po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Mbetemi tek e njëjta temë, shkatrohen disa parcela droge të cilat ishin kthyer në një mangth për banorët e Pukës që ngjiteshin në malet e Tërbunit për të mbledhur kërpudha e që ishin përballur disa herë me presionet e kultivuesve. Gazetari Armir Mehaj është ngjitur në këtë zonë ku pas denoncimeve të banorëve parcelat janë asgjësuar, por askush nuk është vënë në pranga. Këto parcela droge të filmuara në masivin pyjor të Tërbunit ishin kthyer në mangth për banorët e Pukës, të cilët në këtë periudhë çdo ditë ngjiten maleve në kërkim të kërpurdhave. Ata teksa janë ngjitur në këtë zonë shpesh janë përballur me kërcënime nga të panjohur që dyshohet të ishin dhe të armatosur. Frika e banorëve se mund të përballeshin me më të keqen i ka bërë këtë të fundit të lëshonin alarmin në polici, media e ku kanë mundur.
Të orientuar nga kërpurdhëmbledhësit, ne jemi ngjitur deri në zonën e rrezikshme, ku rezulton se policia ka reaguar duke asgjësuar parcelat. Ne në fakt jemi ngjitur në zonën e rrezikshme, ku momentalisht shikojmë aty çfarë ka mbetur nga aksioni një ditë më parë të policisë së shtetit, i është zhvilluar larg syrit të mediave, ku shikohet realisht se kanë mbetur vetëm ajo çfarë ka qenë si një stresë e kultivuesve, por edhe ajo që ka shërbyer pikërisht për kultivimin e fidanëve të kanabisit, ndërsa në zonat përreth shikohet qartë se sa lëndë narkotike ka qenë e mbjellë pikërisht në këtë zonë, e cila realisht është larg zonave të banuara në një maje që nuk mendohej se mund të futej dikush, por që realisht ka qenë e kultivuar me bimë narkotike dhe ishte kthyer në një makth kryesisht për ata banorë të cilët ngjiteshin në këto male në kërkim të kërpurdhave, por në fakt janë përballur me presionin e kultivuesve. Në këto 5 parcela për të cilët nuk ka një deklaratë zyrtare nga policia, thuhet të ishin të kultivuara 1500 rrojnë kanabis, të cilët siç tregojnë dhe pamjet, rezulton të jenë asgjësuar përmes zjarrit. Tashmë banorët e Pukës teksa tentojnë të vetpunësohen përmes mbledhjes së kërpurdhave, nuk do e kenë më makth ngjitje në malet e Tërbunit, atje ku deri tani nuk u kanë munguar as kërcënimet e kultivuesve, të cilët policia nuk ka mundur t'i arrestojë. Për News 24 nga majat e Tërbunit, Armir Meaj. Akuzat e opozitës për mbetjet dhe drogën nuk kaluan pa i rënë në sy socialistit Erion Braçe. Ai hodhi poshtë çdo ide për lidhje të qeverisë me mafjen, ndërsa sfidoi kreun e Selis Blu Lulzim Bashën se nëse gjente një rënjë hashash në Divjak, do të largohej nga parlamenti. Seanca e së njëjtës është nxehur edhe pas toneve të larta të deputetit socialist Erion Braçe në replik me demokratët për mbetjet dhe drogën. Ai përjashtoi çdo mundësi të lidhjes së qeverisë me mafjen për importin e mbetjeve. Boni një herë vetëm burra dhe thoni emrin e një mafioz. 1. Mafia nuk përdor riciklimin për mbetjet. Mafia ble plera, mafia transporton plera, mafia gropos plera dhe mafia djeg plera. Për ta ilustruar këtë, kishte marrë me vete edhe ligjet për mbetjet nga viti 2001 e këtej, ligje që sipas tij PD i ka votuar 4 herë pro. Ligji i Sali Berishës lejon. Ky e ndalon. Si? Urdhro, merre ti se ti je nga ata që lëndon. Merre letoje se ke atje incenerimin. Merre letoje dhe e ke lejuar incenerimin. Kush e qoj në fier ish ministrin e jashtëm Perus? Unë apo ti? Kush e qoj për të ndërtuar impianti incenerimin fier? Unë apo ti? Se ke qenë dhe ministër ti. Në replik, Mima huazoi fjalët e një kolege demokrate me Braçen. Që ty të kalon Zoti për gjys. Dhe sinqerisht, unë ndjeva shumë keq. Sot jam i bind që përsëri kolegja jonë është gabim. Zoti nuk e kalon për gjys, Zoti e ka mbaru. Po sado që të lodhe Zoti, maksimumi që mund bëj është ky që sapo pam. Braçe sfidoi edhe Bashën pas akuzave se në Divjak ka tokë të mbjellë me kanabis, basti i vënë përsipër është karrige e deputetit. Unë nuk e di të ketë port në Divjak. E ftoj nesër të vi, unë da ndjek pas e të më tregoj portin Divjak. Ashtu si që e ftoj nesër që të monitorojmë pëllëm për pëllëm, nga pushimi i shoferit deri në çermë sipër. Në qoftë se gjen një rënjë të vetëm, hashashi, të mbjellë, në gjithë të territor, unë largohem nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Ama, në qoftë se nuk gjen, unë nuk kam ç'ti bëj. Debatit publik për liberalizimin ose jo të kultivimin dhe përdorimin të kanabis sativa janë shtuar edhe mjekët e toksikologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Zoti Zihni Sulaj, i cili është shefi i këtij shërbimi, ka sqaruar se konsumimi sistematik i hashashit është shkaktar i shumë sëmundjeve kardiake, pulmonare, psikologjike e deri tek kanceri shkon. Eksperti thotë se nuk është provuar shkencërisht që kanabis si kuron kancerin. Ka ditë që në media ka nisur një debat i ashpër, nëse duhet ose jo të legalizohet bima e kanabisit ose që njihet ndryshe në popull si hashashi. Ka zëra pro, ka dhe zëra kundër.
Ju në studio do t'i bëni thirrje shqiptarëve, fermerëve, t'i kthejmë punës. Po pa diskutim, kjo është bisedë tjetër, s'kemi ardhur. Jo të mbjellin ashashe të çojnë vajzat prostituta. Ç'është ky elitizëm ekstrem? Çfarë jemi ne more feudalët? Flutra do t'i tregoj fermerëve shqiptarë fare si qytetarë, të siguruar ministri me këtë kur kishte shtuar fare çfarë ndodh. Shqipëria është në lajmet të gjithë Evropës për hashashin. Po këtë ta kisha fjalën. Ndaj dhe ne kemi ardhur për të marrë mendimin e ekspertëve në shërbimin e toksikologjisë në QSUT. Profesor Zini Sulaj, shefi shërbimit të toksikologjisë klinike në QSUT, rendit një numër efektesh negative e deri shkatruese për shëndetin që i lidh me konsumimin e kanabisit. Efektet anësore të përdorimit të kanabisit vijnë direkt mbas alkoolit. Shtrimet që kemi në klinik janë nga rastet më të komplikuar. Problemi më madhor është varësia, mjaft potent. Shfaqjen e skizofrenisë është i shoqëruar me agresivitet, një korelacion të qartë midis përdorimit të kanabisit dhe sëmundjeve kardiovaskulare, por edhe infarktit miokard. Tregues të qartë për rritjen e mundësisë për kancer pulmonar dhe të rrugëve të sipme respiratore, dhe më evident akoma është kanceri i testikujve dhe i prostatës në meshkuj. Të gjithë femrat që përdorin kanabis kanë probleme me fetusin, kanë probleme me fëmijët që lindin para kohë ose nën peshë. Edhe pse nuk ka një shifër zyrtare, mjeku thotë se janë diku tek 15 deri në 20.000 përdorues që kanë krijuar varësi etike nga hashashi. Madje konsumimi i barit alucinant nga drejtuesit automjeteve renditet ndër dy faktorët kryesor që çojnë në aksidente. Mbas alkoolit, kanabisi është shkaku i dytë i aksidenteve. Hashashi është vetëm fillimi, thot Sulaj, pasi tendenca e përdoruesve të bimës narkotike është kalimi tek drogat e forta. Për një periudhë të shkurtër kalojnë ke droga të tjera më të forta dhe kjo është e vërtetuar me studime 30 vjeçare. Shefi shërbimit të toksikologjisë i cilëson si të pavërtetat deklaratat në media dhe në rrjetet sociale mbi vlerat kuruese të kanabisit në mjeksi dhe nga sa përflitet edhe në kurimin e kancerit. Ti mshojmë fort efekteve pozitive të kanabisit është një falsitet i madh. Përmison vetëm sa efekte anësore të kancerit, të Alzheimerit, të disa sëmundjeve si nëse hepatiti C, ke HIV, por nuk e kuron. Unë jam habitur, kam dëgjuar disa ditë më parë që kuro ka 95% të kanë. Atëherë do të ishte çudia më e madhe në botë, do ishte zgjidhur problemi i kancerit. Por a duhet liberalizuar ose jo kultivimi i kanabis sativa në Shqipëri? Përgjigjja e ekspertit është jo, të paktën për momentin dhe gjendjen në të cilën ndodhet vendi. Unë gjej rastin që edhe ju tu falenderoj që gjeni kohën të informoni diçka më gjerë për këtë problem, mos ta marrim bardhëzi vetëm, sepse nuk është fare momenti që në Shqipëri të diskutohet kjo. Prokurori i Tiranës Ardian Brau, emri të cilit u përmend në një aferë korrupsioni, i mohon akuzat. Ai deklaroi para kolegëve të krimeve të rënda se nuk ka marrë shfetë dhe se llogarinë bankare e bllokoi pasi kishte dyshime se në të kishte para të pista. Brau përmendej nga oficeri Fatos Lushi, i cili u filmua nga emisioni Stop duke marrë shfetë 18.000 euro. Prokurori i Tiranës Ardian Brau, i dyshuar si i përfshirë në një aferë korruptive të denoncuar nga emisioni Stop, mohon kategorikisht të ketë lidhje me skandalin. Emri Ardian Brahus u përmend nga oficeri i policisë gjyqësore Fatos Lushi, i cili ishte filmuar teksa merrte rishfet 18.000 euro nga një qytetar, të cilit ishin bllokuar llogaritë bankare me firmën e prokurorit. Gjetmarrjes në pyetje në prokurorinë e krimeve të rënda, Ardian Brahu i tha kolegëve të tij se po hetonte personin në fjalë, pasi kishte dyshime se parat ishin produkti i veprimtarisë kriminale. Vendosa ta pushoj çështjen dhe të heqë sekuestron, pasi u binda për burimin e pastër të parave të bllokuara. Vendimi ka qenë konform ligjit dhe i pa ndikuar nga faktorë të tjerë. Nuk ka marrë para dhe nuk mund të mbajë përgjegjësi për veprimet e askujt, është shprehur prokurori i dyshuar. Ardian Brahu u pezullua nga detyra me firmën e kryeprokurorit Adriatik Llalla, menjëherë pas transmetimit të skandalit të publikuar në emisionin Stop. Oficeri Fatos Lushi, i cili shfaqet në video duke marrë shumën prej 18.000 euro në emër të prokurorit, është shpallur në kërkim. Policia nuk ka mundur ta ekzekutojë urdhën e firmosur nga Prokuroria e Krimeve të Rënda për arrestimin e tij. Burime nga policia e Tiranës thonë se shuma prej 150.000 eurosh ishte transferuar nga një bankë në Francë në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri, nga shtetasi Ganime Tollari. Më 28 gusht 2014, policia e Tiranës ka referuar në Prokurorinë e Tiranës materialet për pastrim parash për Ganime Tollarin, pasi është dhënë urdhër bllokimi për 72 orë për llogarinë bankare
me vlerë 150.000 euro. Këto para janë dërguar nga Monaco e Francës, nga shoqëria Allium Investment Ltd, theksuan burimet. Një tjetër ish prokuror do të qëndrojë në burg për rishfet. Gjykata e apelit për krimet e rënda la në fuqi vendimin e shkallës së parë për ish prokurorin Haxhi Giu, i cili është dënuar me 2 vite e 4 muaj burg. Ish prokurori Krujës u cilësua fajtor për akuzën e korrupsionit pasiv. Ai mori rishfet 29.000 euro për t'i ndryshuar akuzën penale një të dyshuari për trafik droge. Prokurori të çështjes Hajdari u hoqe drejta për të shtruar funksione publike për një periudhë 3 vjeçare. Pas vizitës enigmatike të deputetit Spartak Brau në burgun 302, drejtori i përgjithshëm i burgjeve Miklovan Kopani urdhëron vartësit e tij që asnjë deputet apo funksionar të mos lejohet të takojë të dënuarit pa lejen e ministrit të drejtësisë. Të gjithë deputetët e kuvendit të cilët duan të hyjnë në ambientet e burgjeve në vend për të takuar persona të dënuar apo të paraburgosur, duhet të marrin më parë miratimin e ministrit të drejtësisë, pasi ta informojnë këto të fundit për arsye dhe qëllimin e vizitës. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve Miklovan Kopani ka urdhëruar varësit e tij që të mos lejojnë asnjë deputet apo funksionar të lartë që të kryejnë vizita apo takime në burgje, pa qenë të pajisur me leje nga ministri i drejtësisë. Vetëm nëse ligjvënësit kanë marrë më parë miratimin nga ministri, atëherë mund të realizojnë vizitën apo takimin. Në fonogramin e siguruar nga News 24, i cili ju është dërguar të gjitha institucioneve të vuajtjes së dënimit, thuhet konkretisht: nuk do të lejohen të kryejnë vizita e takimet deputetët e Kuvendit të Shqipërisë dhe funksionarë të lartë publik, pa paraqitur më parë arsyen dhe qëllimin e vizitës te ministri i drejtësisë për miratim. Pas miratimit, drejtoria e përgjithshme e burgjeve do të krijojë kushtet e nevojshme me qëllim zhvillimin e takimeve. Urdhri ju është bërë me dije të gjithë drejtuesve të burgjeve e paraburgimeve në vend, të cilët tashmë kanë vetëm detyrën që t'ju mundsojnë deputetëve kushtet për të kryer vizita apo takime në ambientet e vuajtjes së dënimit. Urdhri vjen menjëherë pasi kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare zhvilloi një takim me të paraburgosurin Ilyas Labi, i cili ndodhet i izoluar në burgun Minepeza, i dyshuar për akuzën e korrupsionit. Gjykata e apelit administrativ rrëzon Ministrinë e Bujqësisë duke i hequr të drejtën vëllait të Armando Prengës për të shfrytëzuar lagunën e Patokut. Sipas gjykatës, licenca e peshkimit i takon peshkatarëve të fisit Çali. Laguna e Patokut, e cila u shndrua në mollë sherri mes familjes Prenga e Cali dhe që dërgoi në bankën e të akuzuarve deputetin socialist Armando Prenga, i kalon për shfrytëzim shoqërisë Cali. Gjykata e apelit administrativ pranoi kërkesën e shoqërisë së peshkimit, e cila kundërshtonte heqjen e licencës, duke pretenduar se kishte përmbushur kontratën duke kryer miliona investime. Apeli la në fuqi vendimin e gjykatës administrative të shkallës së parë, e cila në shtator të vitit 2015 vendosi t'i heqë licencën për shfrytëzimin e kësaj prone vëllait të deputetit Prenga. Vendimi i apelit administrativ është i formës së prerë dhe peshkatarët e fisit Cali mund të nisin menjëherë nga puna. Laguna e Patokut ishte shfrytëzuar për vite me radhë nga familja Cali. Në vitin 2015, Ministria e Bujqësisë u hoqi licencën e shfrytëzimit salve, duke ia dhënë këtë të drejtë vëllait të Armando Prengës. Konfliktet mes dy familjeve vazhduan, duke kulmuar me ngjarjen e 4 shtatorit 2015, ku pas një përplasje me armë mes dy grupeve, mbetën të plagosur të paktën 6 persona. Deputeti Armando Prenga, i përjashtuar tashmë nga Partia Socialiste, akuzohet si protagonist i ngjarjes së rëndë të ndodhur përpara komisariatit të Kurbinit, ku mbetën të plagosur disa pjesëtarë të fisit Cali, si dhe vllai i vet ligjvënësit. Prenga po përballet në gjykatën e lartë me akuzat e plagosjes, armbajtjes pa leje dhe kanosjes. Është radha tani e hapësirës publicitare. Kthehemi pas pak me të tjera lajme. Jemi rikthyer në studio, është News 24, drejt për së drejti me edicionin qendror informativ. Shikues nderuar, po ju njohim tani me lajmin e fundit. Lajmi i fundit që ka lidhje me kanabisin e gjetur në Mat, është policia e Matit, e cila jep detaje të këtij operacioni. Shprehjimisht thotë se më datë 29/9/2016, sipas planit të operacionit me numër 319 të datës 26/9/2016 të Komisariatit të Policisë Mat, është të shkuar për kontroll territori për të kontrolluar për kultivimin e bimëve narkotike.
ku gjatë kontrollit në teritorin e fshatit Remull, njësia administrative Rukaj, bashkia Mat, vendi i quajtur Përroi i Kurjavës, janë konstatuar 4 parcela ku ishin kultivuar gjithsej 4020 rrëjmë bim të dyshuara si bim narkotike kanabis sativa, të cilat u asgjësuan në vend me anë të djegjes. Po ashtu, gjatë kontrollit në fshatin e Remull, në afërsi të banesës të shtetasit Shpëtim Lika, në Përrua është gjetur një hangar i ndërtuar me shtylla druri, ku brenda tij kishte të varura për t'u tharë një sasi degësh të dyshuara si deg bim kanabis sativa, si dhe 100 metra më lart tek një banesë e pabanuar që administrohej nga shtetasi Shpëtim Lika, u gjet dhe një tjetër sasi degësh bim narkotike që ishin vendosur gjithashtu për t'u tharë. Menjëherë është njoftuar prokurori ku në prezencë të tij u peshua kjo sasi e bimëve që ishte në hangar dhe në banesën e pabanuar, ku rezultoi se pesha ishte gjithsej 3052 kg. Bima ishte në proces tharje gjysmë e thatë, thot policia e Matit. Nga veprimet hetimore të kryera deri më tani, rezulton se autori i dyshuar i kësaj bime narkotike është shtetasi Shpëtim Lika, 45 vjeç, lindur dhe banues në fshatin Remull, njësia administrative e Rukaj, bashkia Mat, i cili është të shpallur në kërkim nga ana jon. Policia e shtetit sqaron se operacioni është zhvilluar nga policia dhe bazuar në informacionin policor të grumbulluar nga vetë policia. Gjithashtu sqarohet se nuk ka asnjë punonjës policia apo punonjës të administratës të shpallur në kërkim në lidhje me këtë ngjarje. Vion puna për zbardhjen e plotë të kësaj veprimtarie kriminale. Ky ishte lajmi i fundit. Kundërshtimi ndaj ligjit të mbetjeve, Partia Demokratike kërkon ta finalizojë me referendum. Partia Demokratike depozitoi kërkesën në kuvend, ndërsa Edi Paloka, në emër të demokratëve, kërkoi që kjo kërkesë të futej në rendin e ditës dhe të votohej nga parlamenti. Në përgjigje të tij, socialisti Ruqiu kërkoi demokratëve të zbatojnë procedurat për referendum pasi nuk ka arsye për emergjencë. Në të njëjtën linjë ishte edhe kreu i kuvendit Ilir Meta, i cili tha se nuk mund të votohet sot pasi më parë du të diskutoj në konferencën e kryetarëve. Demokratët depozituan në kuvend kërkesën me firmat e 28 deputetëve për mbajtjen e një referendumi të përgjithshëm për ndalimin e mbetjeve. Në nisje të seancës, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edi Paloka bëri të ditur arsyet pse ky vendim të mos i lihet qeverisë, por të jetë populli ai që të thotë fjalën e tij përfundimtare. Çështja që shtrohet për referendum është: a duhet të lejohet importi i mbetjeve në territorin e Shqipërisë? Po, jo. Në këto kushte pra kërkojmë nga kuvendi që kjo çështje me rëndësi të veçantë të shtrohet për referendum. Gjithashtu, në përputhje me nenin 31 rregullores kuvendit, kërkojmë që kjo çështje përfshihet sot në rendin e ditës dhe të miratohet. Paloka kërkoi futje në rendin e ditës të kërkesës, gjë që u kundërshtua nga mazhoranca. Gramoz Ruçi tha se duhen ndjekur procedurat, pasi nuk ka arsye emergjence. Flisni për plera, kur s'ka kaluar asnjë ligj për plera. Pra, flisni për dy gjëra ndryshme, u ka ngelur mendja te ligji juaj. Jo, ai ligji juaj është groposur ashtu sikur se janë groposur shumë plera dhe shumë lëndë të rrezikshme në Shqipëri. Ndërsa kreu i kuvendit Ilir Meta tha se do të mblidhet konferenca për të vendosur. Është një çështje që s'mund vendosim sot, se normalisht do të mblidhet konferencë kryetarëve, sepse sot jemi njoftuar. Diskutimet në parlament janë përfshirë nga akuzat dhe kundër akuzat për ligjin e mbetjeve të miratuar një javë më parë nga qeveria. Kundërshtimet e saj për këtë ligj, opozita kërkon t'i finalizojë me referendum. Ish kryeministri Sali Berisha ndërkohë deklaroi në parlament se nuk duhet të kishte miratuar ligjin për importin e mbetjeve në Shqipëri në vitin 2011. Reflektimi i ish kryeministrit vjen pas pendesës së kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ndërkohë në seancë plenare ai replikoi ashpër për ligjin e mbetjeve me kryeministrin Edi Rama. Në karrierën politike të Sali Berishës janë të pakta rastet kur ai ka folur për vendime të gabuara. Këtë herë pendesa ishte për ligjin e mbetjeve. Unë besoj se s'do të kisha bëra veprim. Pse e bëra veprimin? Veprimin e bëra duke qenë i bindur se do kontrollonim çdo gjë, me qenë se do jepnim vendim qeverie, rast pas rasti, të drejtën e importit. Pse kam reflektuar dhe pse reflektoj? Reflektoj se është helm, reflektoj se është pleh, lërë ç'thot. Socialistët me ardhen në pushtet si akt të parë anulluan ligjin. Sot flasin për një ligj të ri. Demokratët
tashmë në opozit, nuk mendojnë si 5 vite më parë dhe janë kundër importit të mbetjeve. Sali, kjo këtu është prodhuar nga riciklimi i një shishe të kthyer në mbetje, riciklohet përsëri, nxjerr përsëri një shishe tjetër. Ndërkohë që po ta lësh në tokë do 1000 vjet të tretë. Tani gjenjeve 2 orë me plehra, mos harro se në plehra futët dhe haleja, fshi mirë buzët, se ke plot me këto që u thesh shqiptarve. Shalës, ti fole, edhe ti flet shalës. Po ti asë në Kazan nuk e ke vendin, se Kazan do e zhoj ty Kazanet. Qeshti njëri me tjetrin. Ty të ka de mafja, për i qeshti këtu. Kur të fut hurin mrapa mafja, të bën këte që ke bërë ti orë zotëri. Ja, ta pom se atë qeshti hujve mrapa ja ka pasionaj, por le nuk e dini ju, ja di unë. Edhe të kjo qështje do të humni si që humbët në Dibër, duke shkuar nga humbja në humbje, që kur jam unë këtu për baljush. Tani që jeni dhe ju në këtë debat, bashkë me ca gjitholog që i kemi dhe ne midis nesh si hudhër që mos na marrim mësysh, turreni si mizat. E keni parë mizat kur i turren gjërave që i tërheqin? Aty do llocni. Kryeministri dhe ish kryeministri replikuan gjatë në kuvend. Sali Berisha i kujtoi paraardhësit të tij premtimin që i bëri shqiptarëve për mbetjet, premtim që Edi Rama se mohoi. Unë kur nuk do t'u tradhtoj për asnjë interes, asnjë çmim, asnjëherë, asnjë arsye. E kam thënë atëre, e them sot dhe do e them gjithmonë. Të thuash dua plera nga jashtë është tradhti kombëtare. Ju keni një problem për të zgjidhur përpara se të hyni në kontakt me realitetin. Ricikloheni, ja ku e keni. Ju bëj thirrje qytetarëve. Të bëjmë gjithçka për të bllokuar këtë ligj. Ndaj të ngrihemi. Sali, po nuk u ulet ti, nuk ngrihet njeri këtu. Sa kohë do jesh ti i ngritur, ti je i sigurt, njerëzit do ngrihen vetëm për të shkuar në votim, që do të refuzojnë. Kritikat e Edi Ramës i erdhën dhe nga socialistët. Nga foltorja Mimoza Hafizi korrigjoi kryetarin e partisë për mbrojtjen që i bëri në parlament ligjit. Ai tha që në 2013 janë ricikluar 10% e mbetjeve të vendit. Kurse në 2016 kjo shifër ka shkuar në 17-18%. Burimet e lëndëve të pare janë dyfishuar, ndërkohë që ne lejojmë importin. Kur burimet e lëndëve të pare ishin gjysma, ne nuk e lejuam importin. Në qoftë se ka njëri që e kupton këtë argument, një njëri që ka din të numëroj nga 1 te 20, unë i kërkoj ndjes, por unë realisht nuk e kuptoj. Po ja shpjegoj deputetës që të ndihet njëri, që mos i duket sikur nga që s'kupton s'është njëri. Në 2013, riciklimi, përqindja e riciklimit ishte ca më shumë se 10%. Nuk thash 10%. Dhe thash, kemi shkuar në 17%. Pse kemi shkuar në 17%? Kemi shkuar në 17% sepse kemi sforcuar industrinë që të bëj pikërisht këtë gjë, që të ezauroj mbetjet tona. Ligji i cili hap rrugë importit të mbetjeve u miratua një javë më parë, edhe pse pati kundërshti jo vetëm nga opozitarët, por edhe nga radhët e së majtës. Shoqëria civile e priti vendimin me protesta, të cilat do të vijojnë. Në rubrikën Opinion këtu në studion tonë në News 24, kreu i PD-s Shpëtimi Drizi dhe arsyet se përse nuk e votoi kjo forcë politike pjesë e mazhorancës ligjin për mbetjet. Nga ana tjetër Drizi e quajti absurditeti dhe në legalizimit kanabisit dhe prostitucionit në Shqipëri. Pse nuk e votuat ligjin? Për një arsye shumë thjeshtë. Sepse ne nuk kishim bindur dhe nuk kemi njohuritë e nevojshme për çfarë bëj fjalë. Pra, do të ishte normale do ta quaj unë që dikush nga majoranca vinte dhe të fliste dhe apo të adresohej dhe grupit parlamentar të PD-s, të shpjegonte të mirat e të këqijat e këtij ligji dhe sigurisht kërkonte edhe mbështetjen tonë. Gjë e tillë nuk u bë dhe deputetët e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet e pan të arsyeshme. Nuk u kërkua specifikisht mbështetja. Dhe ne nuk kishim asnjë lloj dienie dhe bindje që kjo ishte gjëja e duhur. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet iku nga salla, nuk votoi. Në mënyrë demonstrative nuk votuan. Në rastin e kthimit të dekretit të presidentit, ne të mbajmë
qëndrimin tonë. Deri sot besoj që kemi bërë mirë dhe kemi bërë atë çka kemi menduar që duhet bëjmë. Nuk është e udhës, nuk është e vendit. Në hallet që ka Shqipëria, ne sot flasim për nevojën e legalizimit të prostitucionit ndaj të burrave, ndaj të grave. Dhe e thënë kështu, refuzoj absolutisht dhe me forcë që të futem dhe më duket budallik me ok kush e ka hap këtë histori dhe kush mendon që kjo është zgjidhja e problemit të Shqipërisë. Importi i mbetjeve është votuar 2 herë nga Kuvendi i Shqipërisë, një herë në vitin 2011 dhe herën tjetër këtë muaj. Në të dyja rastet, opozita dhe mazhoranca janë përplasur me njëra tjetrën, duke përdorur thuajse të njëjtat argumenta. Kronika në vijim sjell një krahasim të qëndrimeve atëherë dhe sot. Mbyllet votimi, 63 pro, 27 kundër, 4 abstenime. Miratohet projekt ligji. Në lidhje me çështjen e importit të mbetjeve, palët politike duket se kanë ndruar vendet mes tyre. Ata që ishin pro në 22 shtator 2016 kanë qenë kundër në 22 shtator 2011. Kur u votua ligji i qeverisë Berisha për menaxhimin e integruar të mbetjeve që përfshinte importin. Çuditërisht edhe data është e njëjtë. Atëherë, 5 vjet më parë, deputetët demokratë që sot kërkojnë referendum votuan të gjithë pro ligjit, ndërsa deputetët socialist akuzuan se pas importit fshihet një lojë e madhe në favor të mafias. Sot, nëse do të pyeteshin shqiptarët, 90% e tyre janë kundër importit të plerave apo mbetjeve, sikurse doni ta quani ju për ta zbutur në syt e opinionit publik. Por shteti ka zgjedhur një mënyrë tjetër, atë të adoptimit të një legjislacioni që favorizon importin e plerave. Për pasojën Shqipëri, kur nuk do të ketë faktor të rëndësishëm që të merren seriozisht me përdorimin e mbetjeve tona. Gjithmonë ne do të ofrojmë me këtë politikë mbetje që s'do të preferohen nga këto industri, në raport me ato që do të ofrojë Italia, Gjermania e tjerë. Dhe unë jam i bindur që biznesi vendas nuk do të jetë interesuar që të marrë plastika apo kanoce nga jashtë, sepse ajo që do grumbullohet në Shqipëri e ndarë do të jetë shumë ekonomike dhe biznesi mbi të gjitha ka një parim, niset nga kriteri ekonomik. Atëherë çfarë po përgatitet? Çfarë po luhet në kurriz shqiptarëve? E theksoj është një ligj që nxit importin e mbetjeve dhe jo përpunimin e atyre ekzistueseve. Dhe të jemi të vetëdijshëm që mafja e plerave është kudo dhe synon veçanërisht vendet e pazhvilluara. E përmendën kolegët e mi, e ritheksoj një denoncues i fort, Saviano, Roberto Saviano, gazetar investigativ, ka dhënë një intervistë dhe cilëson Shqipërinë si një pikë destinacion grumbullim mbetjesh toksike. E për çfarë prisni? Se e bëhet gjithë kjo zhurmë? Se sigurisht. Zëri i arsyes i vret të paditurit. Por vetë se manipulatorët që kanë zgjedhur atë rrugë edhe bëjnë atë që bëjnë. Kam dëgjuar këto ditë shumë epitete. Po ju them, janë me dhjetra, janë dhe të zbardhura proces verbalet, janë me dhjetra orë diskutime, jo me grupet e interesit. Grupet e interesit i kemi vizituar dhe shqetësimin e tyre ne kemi marrë shumë vite përpara. Por me specialist mirëfillt. Dhe sfida e madhe përpara këtij vendi është jo thjesht kjo. Meriton të diskutim shumë të fortë menaxhimi i mbetjeve në vend. Ky do të ishte lejtmotivi i debatit dhe jo fortuna në gotë, siç u përpoqën dhe u tentuan ta bëjnë. Sepse në Europë 12 vende të Bashkimit Evropian nuk pranojnë importin e plerave. Dhe kjo është shembulli më i mirë që ne të kishim marrë nga Europa, të mos pranojmë importin e plerave. Sepse, nderuar kolegë deputet, ky projekt ligj është i porositur. Është i porositur nga interesa mafioze, nga vende të tjera që duan me dojmos të ndërtojnë Shqipëri impiante të përpunimit dhe të groposjes plerave të tyre. Për ata qytetare dhe qytetare që në ndjekin, disa gjëra do t'jenë shumë të sigurta,
që ky parlament sot do të votoj një ligj që nuk vë në rrezik për asnjë moment mjedisin Shqipëri, por përkundrazi, një industri që është në Shqipëri prej vitesh të mundsoj 30.000 vende pune. Ndërsa specialisti qeverisë Berisha në 22 shtator 2011 duket se përsërit argumentat e qeverisë Rama në 22 shtator 2016. Në të gjitha rastet, dhënia e një leje importi jepet me vendim Këshillit të Ministrave dhe në vendimin përkatës të miratimit të listës të mbetjeve që lejohen të importohen për qëllime e riciklimi, janë parashikuar dhe procedurat për kalimin deri në këtë fazë. Pra që nga momenti që ai paraqet kërkesë, verifikohet në vend nëse ka gjendje apo jo, verifikohet nëse ka apo jo kapacitete përpunuese për kërkesën që bën dhe miratohet kërkesa vetëm për sasitë që ai përpunon. Në nenin po prap 41 thuhet, autorizimi për importin e mbetjeve jo të rrezikshme jepet vetëm atyre subjekteve të cilat janë licencuar për ushtrimin e veprimtarisë së riciklimit dhe që posedojnë infrastrukturë riciklimi. Më përpara, licencën për të importuar mbetje e kishte pothuajse çdo subjekt që trokiste, po të ishte klient aq më mirë. Hiqe kartën e kollelit, atëherë 69 pro, 56 kundër, 1 nuk mori pjesë në votim, kuvendi miraton në parim projekt ligjin. Por edhe votimi i dy ligjeve atëherë dhe sot ka ngjashmëri. Në 2011, 69 deputet të Partisë Demokratike votuan pro, ndërsa socialistët kundër. Megjithse nëse do kishin braktisur votimin, Partia Demokratike nuk do e kishte quorumin. Në fakt, në të njëjtën seancë, në votimin e projekt ligjit pasardhës, Partia Socialiste u tërhoq nga votimi dhe quorumi nuk u arrit. Kurse në 2016, Partia Demokratike deklaroi votën kundër ligjit, i cili kaloi me vetëm 63 vota pro, por nga deputetët demokrat në sallë ishin më pak se gjysma për të votuar kundër. Nëse gjithë deputetët e Partisë Demokratike do ishin larguar, quorumi do ishte vënë në pikpyetje të madhe dhe ligji mund të mos kishte kaluar. Kompani italiane Kinexia ka fituar tenderin për përpunimin e mbetjeve në Shqipëri. Kinexia do të ndërtojë një landfill dhe impian në Mans të Durrësit, ku pritet të përpunojë 100.000 ton mbetje në vit. Synimi është gjenerimi i energjisë nga biogazi, fal kjo një impianti të ngjashëm me atë që do të ndërtohet në Fier. Pas kompanisë koncesionare në Fier, një tjetër kompani italiane ka fituar tenderin për përpunimin e mbetjeve në Mans të Durrësit. Bëhet fjalë për kompaninë Kinexia Meselin në Milano, e cila në fakt ka fituar tenderin publik për përpunimin e plerave në landfillin e Mansës në Durrës në mars të 2015-s. Në njoftimin zyrtar të saj, kompania bën të ditur se do të përpunojë 1.9 milion ton mbetje në bashkëpunim me kompaninë shqiptare homologe Albania Landfill Energy. Investimi prej 20 milion eurosh përllogaritet të garantojë gjenerimin e rreth 60 milion eurove të ardhura në një periudhë 30 vjeçare. Sipas marrëveshjes së firmosur me ministrin e mjedisit Lefter Koka, projekti parashikonte nisjen e ndërtimit të landfillit në pjesën e dytë të vitit 2015, teksa puna do të niste zyrtarisht në gjysmën e këtij viti. Por burime nga Bashkia e Durrësit bëjnë të ditur se projekti ende nuk ka nisur, pasi nuk është rënë dakord për zonën ku do të realizohet. Landfilli do të grumbullojë dhe përpunojë 100.000 ton mbetje në vit nga Durrësi dhe zonat përreth. Siç bën të ditur kompania në faqen e saj zyrtare, synimi i saj do të jetë gjenerimi i energjisë nga biogazi fal një impjanti të ngjashëm me atë që do të ndërtohet në Fier, po nga një kompani italiane. Gara për këtë tender ishte hapur që prej nëntorit të vitit 2014, një vit pasi qeveria Rama e sapo ardhur në pushtet asokohë anuloi ligjin për importin e mbetjeve. Bashkia e Tiranës nënshkruan memorandum bashkëpunimi me homologët e Veronas për menaxhimin e pastrimit, mbledhjes dhe menaxhimit të mbetjeve për Tiranën. Memorandumi nënshkruar në ambasadën italiane në Tiranë synon ndarjen e burimeve e mbeturinave që në burim. Memorandumi i nënshkruar këtë të njëjtë mes Bashkisë së Tiranës dhe Bashkisë së Veronës synon të hap një kapitull të ri në menaxhimin e pastrimit, mbledhjes dhe menaxhimit të mbetjeve për Tiranën. Nga sot ne kemi një kompani aktive, gjysma është në pronë të Bashkisë Veronës dhe gjysma është në pronë të Bashkisë Tiranës. Për herë të parë ne po eksperimentojmë partneritetin publik-publik. Por qytetarët e Tiranës duhet të kenë një garanci
që do të kenë të njëjtin nivel takse të pastrimit, të njëjtën tarif, të pandryshuar për të marrë një shërbim shumë më të mirë se ai që kanë sot. Të fillojmë fillimisht me Tiranën qendër, ajo që ne i quajmë zona e kuqe, zona brenda Unazës, për të shkuar pastaj në të gjithë territorin e Tiranës, ku ne do të bëjmë jo vetëm pastrimin dhe grumbullimin e mbeturinave, por për herë të parë të fusim edhe konceptin e mbeturinave të ndara që në burim. Për kryebashkiakun e Veronës, Flavio Tosi, ky është vetëm fillimi i një rrugëtimi që do të bëjë të mundur rritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve. Guarderemo con grande attenzione. Do e shohim me vëmendje të madhe dhe të veçantë këtë rrugtim zhvillimi të përbashkët sepse fakti që Verona, Italia së bashku me Shqipërinë, të mund të përmirësojë në mënyrë reciproke kushtet dhe cilësinë e jetës së qytetarëve tanë është për ne vërtet krenari. I pranishëm në nënshkrimin e këtij memorandumi, kryeministri Rama u shpreh se kjo marrëveshje është vetëm hapi i parë drejt një historie suksesi në një fushë të pashkelur më parë, siç është diferencimi i mbetjeve që në burim në vendin tonë. Oggi noi siamo anche Sot jemi akoma në mes të një debati të nxehtë për riciklimin, ndaj është momenti për të dhënë një shembull të fortë për faktin se ne, nga njëra anë, kemi një interes kombëtar publik shumë të rëndësishëm për të mbështetur gjithë industrinë e lehtë shqiptare të riciklimit të mbetjeve të gjelbra, por nga ana tjetër kemi gjithashtu nevojë të ngrem në këmbë një sistem të ri për të transformuar qytetarët në partner të këtij aktiviteti, i cili është një aktivitet ekonomik i rëndësishëm për ndërmarrjet e riciklimit, por mbi të gjitha është një aktivitet qytetar për një mjedis të shëndetshëm, të pastër që krijon punësim, krijon punë të pastër dhe që e bën ekonominë më të fortë. Memorandumi synon ristrukturimin e modeleve dhe shpërndarjes së kontenierëve, duke mundësuar në këtë mënyrë për herë të parë fillimin në territor të grumbullimit të ndarë të mbetjeve. Po në bazë të kësaj marrëveshje synohet më pas edhe fillimi i grumbullimit derë më derë të mbetjeve, sipas specifikave, në fillim me operatorët ekonomik, pastaj edhe me familjet, ku shërbimi nuk mund të ndërhyjë me mjete teknologjike. Aleanca Kuqezi protestoi para kuvendit një javë pasi aty u miratua ligji i mbetjeve. AKO u bën thirrje shqiptarëve të pastrojnë plekrat, po fillimisht nga ky kuvend. Forsh diktatura! Forsh mafia mavi! Kështu protestoi sot Aleanca Kuqezi para parlamentit, një javë pasi ky kuvend miratoi ligjin e mbetjeve. Aktivistët dogjën fshesa dhe hodhën parolla kundër politikanëve. Plera politike, Shqipërinë e fike! Plera politike, Shqipërinë e fike! Aktivistët e Aleancës Kuqezie cilësuan një ligj të turpshëm atë të plerave, që cënon sipas tyre parimin kushtetues, atë të së drejtës për jetën. Ata i bën thirrje gjithë shqiptarëve të nisin aksionin e pastrimit të plerave, po fillimisht nga kjo seli e kuvendit. Qytetarët e Shqipërisë nuk duan mbetja dhe plera. Qytetarët e Shqipërisë janë të mërzitur me plerat politike që kemi aktualisht. Qytetarët e Shqipërisë ka nevojë për turizëm dhe jo për mbetje dhe plera të ardhur nga jashtë. Unë i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që të nisin pastrimin e plerave duke filluar nga kuvendi i Shqipërisë. Ne flasim për të tjera zhvillime. Për herë të parë në Komisionin Evropian është përmendur çështja Çame. Komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn e renditi këtë çështje në radhën e temave të hapura e të pazgjidhura mes së Shqipërisë dhe Greqisë në përgjigje të pyetjes që i drejtoi eurodeputetja greke Maria Spiraki. Komisioneri për zgjerimin në Bashkimin Evropian Johannes Hahn e fut çështjen Çame në agjendën e çështjeve të hapura të pazgjidhura mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ai e bëri të ditur këtë në përgjigje të pyetjes së eurodeputetes greke Maria Spiraki në Parlamentin Evropian, lidhur me pretendimet irredentiste sipas saj kundër një shteti antar të BE-s nga një parti e koalicioni qeveritar të Shqipërisë. Komisioneri Hahn ka përmendur mekanizmin dypalësh që është ngritur për adresimin e çështjeve historike mes dy vendeve, pjesë e paketës së Bushati Kocias, paketë në të cilën përmendet edhe çështja Çame. Pyetja e shtruar nga eurodeputetja greke ka qenë: A e konsideron komisioni që veprimet e partisë PDU në qeveri të jenë në frymën e fqinjësisë së mirë, duke qenë edhe një parakusht për antarësimin e Shqipërisë? A do të merren parasysh ngjarjet e mësipërme në raportin e progresit për Shqipërinë? Përgjigjja e komisionerit Johannes Hahn ka qenë:
Në nivel politik, komisioni vuri në dukje pozitive se frekuenca e vizitave të nivelit të lartë mes autoriteteve të Shqipërisë dhe Greqisë është rritur. Ndër të tjera, vizita e ministrit shqiptar të punëve të jashtme në Athinë në muajin mars 2016 dhe vizita e ministrit grek të punëve të jashtme në Tiranë në qershor të vitit 2016 ishin shenja të një angazhimi të ri. Marrëdhënie diplomatike mes dy vendeve janë intensifikuar, gjithashtu edhe dialogu politik është formësuar më mirë. Komisioni Evropian mirëpriti faktin se të dy vendet po diskutojnë krijimin e një mekanizmi të përbashkët që do të mblidhet në mënyrë periodike për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura dypalëshe. Këtu përfshihet përcaktimi i shelfit kontinental dhe zonave detare shqiptaro-greke, të drejtat e personave që u përkasin minoriteteve dhe çështjen çame. Ministria e Punëve të Jashtme greke cilëson të reme dhe të papranueshme deklaratat e Komisionerit Evropian Johannes Hahn, i cili e futi çështjen çame në radhën e çështjeve të mbetura pezull mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ministria e Punëve të Jashtme greke i kërkon sqarime bindëse komisionerit, ndërsa kreu i PD-s Shpëtimi Drizi thotë se deklarata e Ministrisë së Punëve të Jashtme është arrogancë, papranueshme dhe groteske. Qeveria greke ka reaguar me njëherë pas deklaratave të komisionerit Johannes Hahn për çështjen çame. Në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme greke thuhet se deklaratat e komisionerit Hahn janë të pavërteta dhe të papranueshme. Ministria e Jashtme greke deklaron se çështja çame nuk ekziston dhe si e tillë për të nuk është negociuar mes qeverisë greke dhe asaj shqiptare. Qeveria greke kritikon komisionerin Hahn që sipas saj nuk ushtron rolin e tij, sipas parimit të paanshmërisë për të nxitur interesat e përbashkëta të Bashkimit Evropian, siç parashikohet në nenin 17 të Traktatit të Lisbonës. Greqia i kërkon komisionerit të japë shpjegime bindëse për përmbajtjen e papranueshme të deklaratave të tij. Por deklarata e Ministrisë së Jashtme greke pasoi reagimin e menjëhershëm të kreut të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtimi Drizi, i cili e quajti deklaratën e Athinës zyrtare si përgjigjen e të fortit të lagjes, arrogancë të papranueshme e groteske. Sipas tij, qeveria e sotme greke mbron krimet e bandave vrastare të Napolon Zervës. Drizi i fton Athinën të distancohet nga krimet kundër njerëzimit dhe i kujton se deklarata e komisionerit Hahn është një shuplak për nacionalizmin grek, që vërteton se çështja çame nuk është as çështje dypalshe as shumpalshe, por çështje themelore e të drejtave të njerëzit. Ai shkruan se çështja çame do të ekzistojë për aq sa do të ekzistojë qoftë edhe një shqiptar i vetëm i çamërisë. Mbyllet zyrtarisht marrëveshja e Bankers Petroleum me kompaninë kineze të naftës GeoJade. Në një komunikim për mediat, kanadezja Bankers njofton se këtë të njëjtë është mbyllur marrëveshja e shitjes tek aksionerët e rinj. Në bazë të marrëveshjes, GeoJade ka blerë të gjitha aksionet e Bankers për një çmim prej $2.20 kanadez për aksion. Pas këtij transaksioni, pritet që për 3 deri në 4 ditë, aksionet e Bankers të mos listohen në bursën e Torontos. Aksionet e Bankers nuk do të listohen më gjithashtu edhe në bursën e Londrës në ditët në vijim. Marrëveshja për shitjen e aksioneve të kompanisë më të madhe të naftës në vend tek kinezët është realizuar që në muajin mars të këtij viti, por u shty për në fund të shtatorit, pasi qeveria popullore e Kinës ende nuk e kishte miratuar këtë shitje. Për herë të parë, pas 8 vjetësh, prodhimi i naftës është vendosur që të ulet. Marrëveshja paraprake është firmosur në bisedimet e mbajtura nga OPEC në Algjeri. Lajmi ka bërë që çmimi i naftës në tregjet botërore të rritet me 6%. Vendet prodhuese të naftës kanë arritur marrëveshje paraprake për të ulur prodhimin për herë të parë në 8 vjet. Organizata e vendeve eksportuese të naftës e njohur si OPEC ka arritur marrëveshjen pas bisedimeve të mbajtura në Algjeri. Lajmi ka bërë që çmimi i naftës së papërpunuar Brent, që është pikë ndërkombëtare e referimi, të rritet për gati 6%, përkatësisht në $49 për fuqi. Detajet e plota të marrëveshjes do të finalizohen në një takim formal të OPEC-ut në muajin nëntor. Sipas mediave ndërkombëtare, tregu i naftës është rënuar nga mbifurnizimi për pasojë. Çmimet kanë rënë në $30 për fuqi në fillim të vitit 2016. Çfarë ka qenë dhe niveli më i ulët në gati 13 vjet. Me marrëveshjen e re, prodhimi do të bjerë për rreth 700.000 fuqi në ditë.
edhe pse shkurtimet nuk do të shpërndahen në mënyrë të barabartë në të gjithë OPEC-un. Irani do të lejohet të rrisë prodhimin. Mosmarrëveshjet midis Iranit dhe rivalit të tij rajonal, Arabisë Saudite, kanë penguar përpjekje të mëparshme për një marrëveshje. Ministria e Transportit ka bërë gati ndërkohë draftin e kodit të ri ajror, i cili shumë shpejt do të kalojë për miratim në qeveri dhe kuvend. Ndryshimet ligjore bëjnë përgjegjëse linjat e fluturimit për çdo vonesë të shkaktuar në transportin e pasagjerëve, për dëmtim dhe humbjen e bagazheve, si dhe për vdekjet në rast të aksidentesh. Sipas projektligjit, linjat ajrore janë të detyruara të kompensojnë dëmin e shkaktuar tek pasagjerët. Ndryshimet në kodin e ri ajror pritet t'i japin më shumë përgjegjësi kompanive të fluturimit në marrëdhënie me pasagjerët. Jo pak herë ka ndodhur që avionët në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit kanë shtyrë për shumë orë fluturimet dhe askush nuk ka mbajtur përgjegjësi për dëmin e shkaktuar tek pasagjerët. Por me përcaktimet e reja ligjore në rastet e vonesave, linja e fluturimit për dëmin e shkaktuar do të paguajë për çdo pasagjer shumën e 4.648 euro. Po kështu, linjat ajrore do të jenë përgjegjëse edhe për dëmin e shkaktuar në rast të vonesave të dorëzimit bagazheve. Në rast se vërtetohet që punonësit dhe agentët e fluturimit janë fajtor për humbjen, shkatrimin, dëmin e bagazheve apo sendeve vetjake, kompensimi për pasagjerët shkon në 1.120 euro. Në çastin e zbulimit të dëmtimit të bagazheve, pasagjerët sipas projektligjit të ri duhet që të njoftojnë kompaninë e fluturimit jo më vonë se 7 ditë nga data e marrjes në dorëzim në rast të bagazhit të dorëzuar. Po kështu për vonesat në marrjen e bagazhit, ankimi bëhet jo më vonë se 21 ditë nga data kur ai ka marrë bagazhin dorëzim. Ankesat drejt kompanisë duhet të paraqiten brenda këtyre afateve, në të kundërt, ligji e përjashton transportuesin nga përgjegjësia. Gjithashtu, sipas kodit të ri ajror, avionët do të jenë përgjegjës edhe në rast të humbjes së jetës së pasagjerëve në bord nga aksidentet, duke paguar dëmin për çdo pasagjer prej 112.000 euro. Aktualisht, projektligji është në fazën e konsultimit publik për të kaluar më tej për miratim në qeveri e më pas në kuvend. Qëllimi i ndryshimeve të reja në kodin ajror është parafrimi ligjor me rregullorin e Bashkimit Evropian. Është rada tani e hapësirës publicitare. Kthehemi sërish pas pak me të tjera lajme. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Ky është edicioni qendror i lajmeve me kolegun Dimitër Gjoka, po ju përcjellim zhvillimet kryesore të ditës. Ola, do të shkojmë tani shikues të nderuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një aksident i rënd e kurudhor ka tronditur të njëjtën mëngjes. Një tren pasagjerësh u përplas në stacionin e New Jersey dhe si pasojë mbetën të vdekur 3 persona dhe më shumë se 100 të plagosur. Agjencitë hetimore që mbritën në vend ngjarje kanë shtuar çdo pistë që aksidenti mund të ketë lidhje me terrorizmin. Të paktën 3 persona raportohen të vdekur dhe më shumë se 100 të plagosur, shumë prej tyre në gjendje kritike pasi një tren pasagjerësh është përplasur në stacionin Hoboken, në shtetin e New Jersey të njëjtën në mëngjes, raporton NBC New York. Ekipet e emergjencës kanë bërritur në vendngjarje duke u dhënë ndihmën e parë të plagosurve. Sipas raportimeve, treni u nis nga Spring Valley, New York në 7:23 minuta dhe duhet të arrinte në Hoboken në 8:38 minuta të mëngjesit me orën lokale, por ishte me vonesë. Përplasja ndodhi në orën 8:45. Pasagjerët në tren thanë se edhe pse po i afroi terminalit, treni nuk e uli shpejtësinë në asnjë moment dhe u përplas me shpejtësi të lartë në stacionin Hoboken, të cilin 10 mijëra njerëz e përdorin për të udhëtuar drejt qytetit të New Yorkut çdo ditë. Një dëshmitar që ndodhej në stacion tha për mediat se treni kishte dalë plotësisht nga shinat. Lëvizjet e trenave nga stacioni Hoboken janë pezulluar pas aksidentit. Policia tha për rrjetin televiziv NBC se përplasja nuk duket të jetë e qëllimshme ose një akt terrorizmi, megjithatë shkaku i përplasjes është akoma nën hetim. Është akoma e paqartë se me çfarë shpejtësie po udhëtonte treni në kohën kur u përplas me terminalin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama deklaroi se Kongresi ka bërë gabim kur rrëzoi veton e tij mbi ligjin që lejon veprime gjyqësore kundër Arabisë Saudite pas sulmeve të 11 shtatorit. Sipas tij, ky ligj mund të shërbejë si precedent i rrezikshëm që individ në të gjithë botën të padisin qeverinë amerikane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama deklaroi se Kongresi ka bërë një gabim me prishjen e vetos që ai kishte vendosur mbi ligjin që lejon veprime gjyqësore kundër Arabisë Saudite
për shkak të sulmeve të 11 shtatorit. Obama tha se ky ligj përbën një precedent të rrezikshëm për individët në të gjithë botën që të padisin qeverinë amerikane. Kongresi të mërkurën ka shfuqizuar për herë të parë fuqinë e vetos së Obamës. Legjislacioni i njohur si drejtësi kundër sponsorëve të terrorizmit hap rrugën për familjet e viktimave që të padisin çdo antar të qeverisë saudite të dyshuar për rol në sulmet e 11 shtatorit. Shqetësimi im nuk ka të bëj fare me Arabinë Saudite. Çështja është se ligji mund të ekspozojë kompanitë amerikane, trupat dhe zyrtarët përballë padive të mundshme jashtë vendit. Unë nuk dua që të arrijmë në një situatë ku për shkak të punës që bëjmë nëpër botë të bëhemi subjekti padive private. 15 nga 19 rrëmbyesit e avionëve më 11 shtator 2001 kanë qenë shtetas saudit, por Arabia Saudite, aleat i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka mohuar çdo rol në sulme, që kanë lënë afro 3.000 njerëz të vrarë. Ndonse shërbimet e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kanë ngritur dyshime për disa lidhje të rrëmbyesve, ato nuk kanë arritur të dëshmojnë se zyrtarët saudit kanë siguruar mbështetje financiare për të dyshuarit. Edhe drejtori i CIA-s John Brennan ka deklaruar po ashtu se ligji mbart pasoja të rënda për sigurinë kombëtare. Presidenti turk Erdogan mbështet rekomandimin e Këshillit Kombëtar të Sigurimit për shtyrjen e gjendjes emergjencës edhe 3 muaj të tjerë, duke thënë se një masë e tillë është e nevojshme për të luftuar kërcënimet kundër qeverisë dhe për të përshpejtuar luftën e Ankaras kundër terrorizmit, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Gjendja e jashtëzakonshme jep Erdoganit dhe qeverisë kompetenca gjithëpërfshirëse. Që nga kaosi i korrikut, Erdogan e ka shfrytzuar atë për të lëshuar dekrete për mbyllje në institucioneve, përfshirë këtu edhe media të ndryshme, si dhe për shkarkimin dhe arrestimin e 10 mijërave personave të dyshuar për lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin qeveria e fajson për organizimin e përpjekjes për grushtin e shtetit dhe ka kërkuar ekstradimin e tij. Gülen, i cili jeton në mbërgim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i ka mohuar akuzat për përfshirje në puçin e dështuar dhe e ka dënuar atë. 2 mjekët e maternitetit Koçoglio-Zheni, Petrit Rexhepi dhe Elona Burba rrezikojnë dënimin me nga 5 vite burg secili për akuzën e mjekimit të pakujdesshëm në dëm të Doriana Hakës, grua së portierit të Partizanit Alban Hoxha. Prokuroria e Tiranës kërkoi cilësimin fajtor për 2 bluzat e bardha për akuzën e mjekimit të pakujdesshëm që solli përpasoi vdekjen e Hakës, fill pasi gruaja solli në jetë fëmijën e saj të parë. Organi i akuzës kërkoi gjithashtu si dënim plotësues për mjekët Rexhepi e Burba heqjen e së drejtës për të ushtruar profesionin për 5 vite. 6 persona kanë mbetur të plagosur si pasojë një aksidenti rrugor në afërsi të Milotit. 2 prej të plagosurve janë dërguar në spitalin e traumës në Tiranë pasi janë në gjendje më të rëndë. 4 të plagosurit e tjerë po mbahen në spitalin e Lezhës dhe janë identifikuar si Nertila Kola 18 vjeçe, Ilir Gjoci 37 vjeç, Sotir Lito 53 vjeç dhe Bledona Ago 19 vjeçe. Në aksident u përfshin 2 automjete, një Fuori Stradi X5 me targa AA 532 BI dhe një automjet tjetër me targ TR 0289U. Dyshohet se aksidenti ka ndodhur si pasojë e një parakalimi të gabuar në autostradë nga një prej automjeteve. Riktheni eshtrat e Mitat Frashërit natë dhe kjo është kërkesa që një 98 vjeçar shqiptar në Chicago i ka bërë presidentit e Republikës Bujar Nishani në një prej aktiviteteve ku kreu i shtetit ka marrë pjesë në SBA. 98 vjeçari Sufa Zemi nga Tetova e Maqedonisë ka ofruar mbështetjen e komunitetit të shqiptarëve për realizimin e kësaj nisme. Pas vizitës disa ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Nishani ka marrë me vete amanetin e një të moshuari për kthimin në Shqipëri të eshtrave të atdetarit Mitat Frashëri. Gjatë një aktiviteti në Chicago me komunitetin e shqiptarëve atje, Nishani ka pasur një takim interesant me 98 vjeçarin me origjinë nga Tetova, Yusuf Azemi. Gjatë bisedës së shkëmbyer me presidentin e Republikës së Shqipërisë, Azemi ka përcjell kërkesën për eshtrat e Frashërit, duke dhënë mbështetjen për realizimin e kësaj nisme. Edhe kam
një lutje për ti. Me knajsi. Dhe frashi është baros këtu. Po. Ka që vetë situacione, kërkojmë që eshna të tia të vinë në Shqipëri. Ke indrit të ti ku janë në Tiranë, jemi gati nështë edhe të ndihmojmë diçka për atë projekt. Familja e Yusuf Azemit ka qenë ndër të parat e komunitetit të shqiptarëve të mbërritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa vetë ai ka qenë mik i Nolit dhe Konicës, të dyja detar që ndëruan jetë në mërgim, ashtu si Mitat Frashëri. Një kishë rreth 700 vjeçare është zbuluar në Ungrej të Lezhës. Kisha dyshohet se i përket një vendbanimi mesjetar, ajo është zbuluar gjatë punimeve për zgjerimin e rrugës së fshatit. Zbulohet një kishë rreth 700 vjeçare në fshatin Gjazuj në Ungrej të Lezhës. Kisha është zbuluar gjatë punimeve për zgjerimin e rrugës së fshatit. Historianët thonë se zbulimet në fjalë përkasin një objekti religjioz të krishterë dhe një rezidence feudale të gazullorëve, si pjesë integrale një vendbanimi të mirëfillt mesjetar, ku jeta është zhvilluar duke nisur që nga fundi i shekullit të 13 e deri në fillimin e shekullit të 17, kohë kur ky fshat mesjetar kishte përmasat e një qyteze karakteristike arbënore. Në fillim të shekullit 17, këtu është vrarë një ndër fisnikët e këtij fisi, kësaj familje ndëruar pra familja Gazulli, familje fisnike, familje feudale, mesjetës dhe mesjetës së vonë, përpara se të masakrojë Ilja, janë vrarë disa pjesëtar të familjes dhe vetë Ilja Gazulli është tërhequr zvarr dhe është vendosur tek pjesa e kishës. Dhe bashkë me të është vrarë edhe Kali, Kali i këtij fisniku. Në bazë të gërmimit që janë bërë këtu, janë zbuluar edhe kockët e noflës së Kalit dhe fragmente të tjera kockash. Përveç kësaj, ajo që çfarë ka një vlerë të jashtëzakonshme është vetë qeramika, e cila na ndihmon për të caktuar datimin relativ të këtij siti. Bëhet fjalë për gjetje ceramike si në pjesën qendrore këtu, ku mendoj se është rezidenca familjes gazullorëve, e cila ka funksionuar që nga fund shekullit 13 deri në fillim shekullit 17 dhe mendoj se kjo mund të jetë kisha e Shenilias, siç e quajnë edhe vetë banorët. Sipas thanjeve të vjetra, kemi pyet pleqt vjetër, na kanë thënë se quhet një kishë e Shen Alis në kodër Gjazëve. Historian dhe arkeolog apelojnë që punimet të ndalen dhe puna të nisë me zbulimet e hershme. Dikur ishin pronë e koleksionistit Gjergji Thimjo, ndërsa në ditën botërore të trashëgimisë u ekspozua në Tiranë si thesare të shpëtuara. Ministri Akumbaro theksoi se 476 objekte tani janë pronë e shtetit shqiptar që ka detyrë ruajtjen e tyre. Rreth 50 ndërto objekte kanë qenë të regjistruara në qendrën e inventarizimit më herët, por drejtuesja e kësaj qendre tha se ato s'mund të jenë pronë familjare. Koleksionisti Gjergji Thimjo e ka pasur në ruajtje koleksionin e tij, i cili pasurohej vit pas viti, por institucionet shtetërore i cilësojnë 476 objektet e sekuestruara në vitin 2013 thesare të shpëtuara. Andaj kështu është pagëzuar ekspozita e xhelur në Muzeun Historik në ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore, aty ku janë ekspozuar vetëm 62 objekte prej koleksionit të tij, dhe qëllimi i ekspozimit ka qenë ky. Të ekspozuara edhe për vlerat dhe për interesin artistik dhe për interesin historik, edhe për interesin dokumentar. Por gjykuam që kishte vlerë të zgjidhim dhe disa objekte, të cilat në fakt tregojnë se si është kish përdorur ai koleksion. Dhe mbase duhet të ndaleni pak dhe ta shikoni se si me pjesë ikonostasesh vjetra ndërtohet një dollap banal, se si me copa të kornizave të ikonave bëhen korniza mediokre. Pikpyetjet se çfarë do të ndodhë me këtë koleksion, gjatë këtyre viteve nuk kanë munguar dhe akuzat e koleksionistit Thimjo gjithaq, por për ministren Kumbaro, situata sot është e qartë. Vendimet gjyqësore kur marrin formën definitive janë të pakthyeshme. Sot ne jemi këtu në një ndër etapat që kanë ardhur si pasojë e zbatimit të vendimit gjyqësor të shtatorit 2015. Vendim i cili ja kalon koleksionin në fjalë fondit publik të trashëgimisë. Dhe detyra e institucionit Ministrisë Kulturës është të merret me administrimin e objekteve që disponon në fondin e vetë të trashëgimisë kulturore. Në funksion të kërkesave, në të seleksionimit, jemi duke diskutuar që një pjesë të kalojë në fondin permanent të Muzeut Historik Kombëtar, një pjesë të kalojë në fondin e Muzeut Artit Mesjetar në Korçë. Pas 3 vjetësh pune intensive, këto objekte janë të kataloguara të gjitha. Shumë prej tyre kanë qenë të regjistruara edhe më herët.
po në këtë qendër inventarizimi nga punonjës të tjerë shteti. Megjithatë, zonja Breshani ka këtë shpjegim zyrtar. Nuk mund të jetë kurrë trashëgimi familjare që është provuar nga policia, nga prokuroria, që është shkëputur nga një kontekst që nuk na përket askujt nga ne, i përket popullit dhe kombit, identitetit të kombit shqiptar. Në deklarimet e 95-s si koleksion që zoti Gjergj Thimjo ka kërkuar të marrë certifikimin si muze, kanë qenë vetëm 121 vepra. Nga këto që ndodhen në koleksion nuk janë më shumë se sa 50 objekte që kanë qenë të regjistruara pranë databazës kombëtare, për të cilat zoti Thimjo ka bërë dhe transaksione të ndryshimit të pronësisë, ka kaluar konceptet e një koleksionisti. Po me këto 50 vepra të regjistruara, çfarë do të ndodh? Kur organet kompetente kanë deklaruar të kundërtën që këto objekte janë shkëputur nga konteksti ku janë marrë, baldakini në fjalë që është regjistruar vetëm si imazhe, vetëm si shenjtor, pra copat e baldakinit të ikonostaseve nuk mund të jenë pronë private askujt. Është provuar konteksti nga kanë ardhur. Nuk mund të jenë pronë private e dikujt që e ka rrëmbyer nga diku, vetë apo me të tjerët. Janë 15 specialistë të cilët në këto 3 vite kanë punuar që një pjesë e koleksionit të jetë i ekspozueshëm. Dhe deri më 8 tetor në këtë sallë të muzeut do të mund të shihni ikona, ikonostase, objekte të tjera, të gjitha nga koleksioni shtetëror sot, por dikur ish privati Gjergj Thimjos, i cili aktualisht vuan dënimin. Do të ndalemi tek futbolli. Në një intervistë për mediat italiane, Gianni De Biasi ka folur për 2 takimet e ardhshme kualifikuese Rusi 2018, ato kundër Liechtensteinit dhe Spanjës. Trajneri i kombëtares është ndalur më pas duke folur edhe për të ardhmen e tij në krye të stolit Kuqezi. Ashtu si në vigjilje të çdo kualifikueseve, interesimi ndaj kombëtares shqiptare është i madh, jo vetëm në vendin tonë. Në një intervistë për të përditshmërin italiane Tutto Mercato Web, Gianni De Biasi ka folur për 2 sfida të radhës. Atë kundër Liechtensteinit më 6 tetor dhe Spanjës 3 ditë më pas. Kemi një seri ndeshjesh. E para mund të duket e lehtë, por nuk është e tillë. Pastaj do të përballemi me Spanjën, që është kthyer në nivelet e disa viteve më parë dhe ka lojtarë të mëdhenj në organik. Niveli teknik i lojtarëve të kombëtares spanjolle është i jashtëzakonshëm, ashtu si lojtarët e saj, nga Diego Costa tek David Silva, Jordi Alba e të tjerë. Me pak fjalë, një ndeshje do si do. De Biasit nuk i mungon as pak sensi i humorit kur flet për 2 sfidat e vlefshme për kualifikuesit Rusi 2018, por kur pyetet për të ardhmen e tij është i prerë. Tekniku italian hedh poshtë zërat për një interesim të mundshëm nga giganti kroat i Dinamo së Zagrebit. Jo, asnjë telefonat. Pastaj kam një kontratë me Federatën Shqiptare. Jam i lumtur që drejtoj kombëtaren. Kam si synim të respektoj kontratën. De Biasi nuk ka ndërmend të ndalet në rifreskimin e kombëtares. Në vigjilje të 2 takimeve kualifikuese, tekniku italian pritet të afrojë në skuadë elemente rinj, pjesë e ekipit të shpresave si Endri Çekiçi, Eros Grezda apo Liridon Latifi. Granit Xhaka fiton sërish duelin me vëllain e tij të madh Taulantin. Arsenali mposhti Basel me rezultatin e pastër 2-0 në ndeshjen e vlefshme për fazën e grupeve në UEFA Champions League. Ajo që të roqi më shumë vëmendjen e mediave ishte pikërisht ky derbi brenda familjes. Graniti fiton sërish duelin në familjen Xhaka. Pasi triumfoi në rang përfaqësuesësh, Xhaka i vogël fiton dhe në rang klubesh. Arsenal mposhti Basel me rezultatin e pastër 2-0. Një sfidë ku 2 vëllezërit ishin protagonistë nga minuta e parë. Dueli brenda familjes se bëri edhe më interesant këtë takim, pasi përtek kësaj përballje që jo është gjithnjë. Në fushë Arsenal nuk e diskutoi në asnjë moment fitoren, duke mbyllur shumë shpejt llogarit me një 2 golesh të Theo Walcott. Ashtu si shprite ky ritakim në fushë i vëllezërve Xhaka, nisi dhe mbaroi mes përqafimesh. 2 vëllezërit shkëmbyen fanelat, ku spikaste një detaj. Graniti kishte zgjedhur që numrin 34, numër të cilin e mban Taulanti në fanel, ta shkruante në trup. 2 vëllezërit të zgjodhën më pas rrjetet sociale për të përshkruar emocionet e këtij takimi. Çfarë ndeshje, çfarë emocione të luaj kundër ish klubit kur bëra hapat e para. Çfarë adrenaline të luash kundër vëllait tim. Ndeshje pa harrueshme, gjithçka perfekte. Faleminderit të gjithëve, shkruan Granit Xhaka në Facebook. Dham gjithçka në fushë, por nuk arritëm të dilni me një pikë. Kënaqësi e madhe të luash përsëri kundër vëllait. Ishin këto fjalët e Taulantit në Facebook. Mbas se komente më të bukur të kësaj përballje e bëri vetë UEFA, dashuri vëllazërore.
UEFA Champions League mbylli mbrëmjen e djeshme takimet e dyta në fazën e grupeve. Bayern vazhdon të mos njohë fitore në tokën spanjolle. Atletico i Madridit mposhti me rezultatin minimal 1-0. Fitore jo të lehtë arriti Barcelona në transfert kundër Borussia Mönchengladbach, ndërsa surprizën më të madhe e dhuroi Celtic, që ndali Manchester City në një barazim 3-3. Está todo preparado en el Vicente Calderón para que arranque. Spanja vazhdon të mbetet një tokë mallkuar për Bayern München. Me apo pa Pep Guardiola në stol, historia mbetet e njëjtë dhe në drejtimin e Carlo Ancelottit. Rekordminët gjerman fiken kur bëhet fjalë për transfertat iberike. E tillë ishte edhe ndeshja e brëmshme, ku Bayern pësoi humbjen e parë sezonale. Ecurisë perfekte të Ancelottit i erdhi fundi në Vicente Calderón, por ajo që shqetëson më shumë se humbja minimale ishte loja që Bayern zhvilloi. Atletico Madrid imposhti në çdo detaj, i dha shumë pak hapësira dhe në çdo kundërshtim që zbrisnin ishin të frikshëm. Njeriu 3 pikësh për skuadrën e Simeonës ishte Carrasco, autori i golit të vetëm të ndeshjes në minutën e 35. Madrilinët e vegjël humbën dhe një 11 metrash me Griezmann në minutën e 84. Bjondi francez goditi traversën. Me këtë fitore Atletico Madrid rëmbeu kreu në grupin D në kuotën e 6 pikëve. Pa Messi në fushë, Barcelona është një skuadër normale. Kjo tashmë është një fakt të cilin e vërtetoi dhe Borussia Mönchengladbach. Katalanasit jo vetëm që hasën shumë vështirësi në transfertën gjermane, por ishte Gladbach që kaloi fillimisht në avantazh me Hazard në minutën e 34. Spanjollët përmbysën gjithçka në pjesën e dytë me gole të shënuar nga Arda Turan dhe Gerard Piqué. Surprizën më të madhe të mbrëmjes së mërkurë dhuroi Celtic, që ndalni një barazim thriller 3-3 Manchester City në Pep Guardiolës. Edhe për mjeshtrin katalanas, ky ishte hapi i parë fals. Kemi mbritur në fund me Ola Brukon për cëllëm të ky edicionin qendror informativ. Bashkë me Dimitër Gjokën, ju ftojmë të klikoni në balkanweb.com, njiheni aty me këto dhe shumë informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni Radio Rash dhe të na ndiqni, mjafton të klikoni mbi live streamin ton. Ju faleminderit për vëmendjen, mirupafshim. Natën e mirë.